rikthehemi tek një pyetësor tjetër pak më interesante, vërtet apo këngë? Kështu që e vërtet bie ti do na përgjigjesh dhe në qoftë se ti nuk ke një përgjigje do përgjigjesh me këngë, por nuk lejohet të thuash skip, s'kam koment ose nuk dua të përgjigjem nga këto përgjigjet e tua të shpeshta. Me këngë si bie kur të përgjigjem me këngë? Gjej një këngë që i përshtatet me atë përgjigjes. Një këngë tënde për shembull. Titullin apo? Këndoje. Ose një pjesë këngë që vjen. Je në makinë natën vonë, në radio fillon një këngë e jotja, ajo ndron kanalin pa thënë asgjë. Ajo ndron? Pra. Do të shesh pak edhe do i them çka kapi. Një ish të shkruan, e dëgjova këngën e dija që ishte për mua. Por ti e di që si ishte për atë. A shef sa me fatje. Qa gënjeshtari. Po s'mund t'ja lemi. Çuna mos mali shënim tani. Një lidhje nisi vetëm sepse ti ishe Sardi këngëtari shumë i njohur. Dhe jo sepse kishe vërtet ndjenja, është e vërtet apo? Po është e vërtet, po ka përfunduar. Kanë qenë kështu lidhje momentale domethënë. Po. Ke shkruar një këngë me njëherë pas një nate që s'duhet ndodhur kur. Pas një nate që s'duhet i kishte ndodhur kur. Po, kam shkruar. Një vajzë dashura me ty më shumë se ç'duhet, por ti nuk kishe ndjenja. Falje vetes si kërkonte ajo. Ke kishte vënë dje në vendin e parë. Ke përdorur famën si mjet për një njohje që ndryshe s'do të kishte ndodhur. Po so me goc? Po në. A me goc? Ja, nuk e kam përdor, po me policat për shembull, me përdor shumë këtë kur më ndaloj ndonjëherë, më çam erë jam muzikë. Një këngë e jotja u mor si mesazh nga personi i gabuar dhe krijoi një kaos. Nuk jam shumë i sigurt. S'ka ndodh. Je ndjer xheloz për dikë që s'kishe më asnjë të drejtë të isha. Po. Je ndjer? Po. Ndodh kjo. Do të thënë jam natyrë xheloze dhe Ke lënë një histori pezull duke menduar do kthehet, po s'u ktheu kur. Po. Po, dhe kjo. Më përpara. Sa interesante, nuk po këndon fare. Unë mendova do këndonte më shumë. Më përpara ka ndodhur. Ekziston një këngë që sot nuk do e shkruaj më, po ta dije që do përfundonte në histori reale. Po ta dija që do përfundonte Historia reale. Nuk do e shkruaja më. Po mendojmë pak për këngë tash se më janë vojë çik. Teana. Ne jeshim shok para shumë vjeç. Ashtu që më pëlqen mua më shumë. Faleminderit që do më fshi. Po s'të doja të përfundonte në histori reale. Moj, Ina. Kush na shon moj? Aman. A ekziston dikush që i di të gjitha dobësitë tua, por sot është vetëm në këngë? Po. Po. Ekziston. Nëse ajo që mendon se është frymëzim për shumë nga këngët e tua, po na dëgjon tani. Na thuaj vetëm një titull këngë. S'mund të jetë frymëzim për gjitha këngët e mia. Domethënë unë kam edhe këngë si pushteti, kështu që s'mund të jetë ajo. Po mirë tani do na. Po. Aja thash besoj. Cili titull të ka futur më shumë në telashe me vajzat, Sardi? Kjo ajo është normale. Cilin titull ke frikë ta këndosh për dikë konkret? Pa cilën këngë? Këtë pushtetin. Cilës këngë do i ndryshoje emrin? Shpëtimtar. Si do ja vje? Shpëtimtari të thjesht doja kisha vu disi pak më ndryshe, se shpëtimtar ngjan si këngë, më thon si këngë lufte. Ajo ka mësu. Ose në një titull tjetër tash se duhet më menduj sikur shumë. Cili titull të përshkruan sot më shumë? Për ty dem. Për ty dem është. Edhe kënga që më thon drejtën, zakonisht kur publikoj këngët nuk i nigjoj kurrë, para se më i publikoj nigjoj shumë,
pasi dalin nuk e nigjoj, ndërsa kjo është nga ato këngët që edhe sot e kësaj dite e shijoj shumë, edhe kur e kënoj edhe kur e nigjoj. Është ndër të pakta trolla. Një këngë që do ta fshije nga YouTube-i sot, që s'do dohet ekzistonte më në asnjë vend. Nuk ka si këngë që s'më pëlqen nga të mijat, por i kam fshi disa nga ato që s'm kanë pas pëlqy më përpara, domethënë, kur kam Do bë. se publiku mund ta pëlqejë shumë. S'm plas fare. Po s'm pëlqeu mua. Okej. Publiku domethënë është si puna e Florit. Publiku të sigurohet të tjeruj këto këngët, se mund të më kapi edhe mua në një moment që i fshi, që s'm pëlqen, edhe Zot shumë na normale, ruaj, se domethënë. në fundit profili është i imi ai që i publikoj këngët. Që do fshi edhe një këngë shumë të suksesshme? Po. Nëse s'do më pëlqete, po. Çuditi tani. Ruini këngët, futuni ruini Skarkojini këngët. këngët e Sardit sa më shpejt se si dihet si ja jep mendja, pra. Megjithatë vajza